Dushi është kujdes për lëkurën. Po nuk sa një javë, një herë në 3 ditë. Një herë në 3 ditë. Po mirë, 2.5 herë në javë. E imagjinon do të për shembull. Po e le një herë në 3 ditë, shqiptarët do bëjnë një herë në 4 ditë, siguro. Jo, po unë mendoj çfarë bën një njeri mesatar gjatë 4 ditëve. Pra ti bën disa lloj aktivitetesh që të bëjnë të djersitësh. Po, ja, bën muskul barku Erioni. Dhe kjo do të thotë që në 4 ditë ti mund të bësh aktivitet palestrën, gatimin, ndonjë aktivitet tjetër të brëndshëm në shtëpi. Dhe i bie ti nuk lahesh. Unë shikoj tim shoqë i cili nuk e nis ditën dot pa një dush. Dhe them që kjo është një gjë e mirë që nuk e kanë të gjithë njerëzit, po duhet ta kenë. Unë jam dakord me studimin. Okej. Është edhe alternativa tjetër, që të lash vetëm se kështu ishin disa komente, si ta zgjidhim, dhe ishte merr një peshqir të lagur me ujë dhe laj vetëm pjesë të trupit. Ishte në një studim nga ndonjë kongres apo thon nga dermatolog kështu? Nga dermatolog, prandaj të thonë rrjetet sociale. Pra imagjino sot ke ditën e larjes së sqetullave, pas 3 ditësh ke radhën e larjes së këmbëve dhe me radhë, pastaj kur të vi radha të gjitha bashkë, me radhë. Nëse do vazhdojmë kështu me zona, pra ti nuk e beson? Po veshët? Jo, unë nuk votoj pro, nuk e besoj. Nuk e votoj pro kësaj. Trupi që nisi mirë ditën. Jo, unë mendoj se harxhohesh kur lahesh. Harxhohesh? Po, harxhohesh ti, si